E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellë ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe kur është pyetja pse mbështetet Mateo kaq shumë, unë gjithmonë e kam thënë, ato që janë ndjekës së mi të rregullt e dinë se çfarë unë kam folur për Mateon. Mateo mbështetet kaq shumë sepse është djalë me këmbë në tokë. Natën e mbrëmshme, në orët e vona apo në orët e para të mëngjesit, Mateo qëndronte i vetëm në verandë dhe bënte një monolog me veten. Dhe ajo që në fakt mua më tërhoqi vëmendjen, që realisht nuk e kam dëgjuar nga asnjë banor tjetër, është kultura që Mateo ka ndërtuar rreth realitetit të jetës. Ndihmën nuk e kërkonte nga vetja, ndihmën nuk e kërkonte nga produksioni për të qenë fitues. Ndihmën e kërkonte nga i madhi Zot. Dhe një fjalë që mua më tërhoqi vëmendjen, që do ta citoj, Mateo tha që me Zotin para dhe me votat e juaja, me Zotin para dhe me votat e juaja shpresoj që të dalë fituesi i këtij Big Brotherit. Do të thënë, Mateo është aq njerëzor, është aq i butë, është aq i dashur, sa që Zotin e ka përpara çdo sfide, përpara çdo lumturie, që atë e çon drejt një fitoreje shumë të bukur. Dhe në fakt kjo është arsyeja pse duhet vlerësuar ky djalë dhe pse duhet vendosur që ky djalë të jetë fituesi. Gjatë kohës kur ai fliste mbrëm, ajo që mua më tërhoqi më së shumti është se tregoi për babain e tij, i cili nuk beson shumë tek fakti që Mateo mund të kishte këtë zgjuarsi, sepse çuditërisht, domethënë Big Brother është një format që edhe të nxjerr atë pjesën që prindërit e tu nuk ta njohin, njerëzit e afër nuk ta njohin, dhe vërtet je një surprizë për të gjithë. Dhe unë mendoj që Mateo ka qenë surprizë edhe për familjen, sepse ne në përditshmërinë tonë nuk i tregojmë këto vlera që i kemi në familjen tonë, në jetën tonë, sepse ndoshta është jeta e tillë e cila na kufizon për t'i treguar këto vlera. Dhe Mateo ka treguar disa vlera që vërtet konsiderohet si një thesar i çmuar. E pash që të gjithë rrugtimin ja dedikoi dhe Brikenës, domethënë arriti që ta falenderon, dhe kjo është një merit që Mateo po tregon çdo ditë. Unë jam i pari gazetar që e kam besuar dhe e kam thënë që ky çifti do të arrijë në podiumin e dashurisë, në podiumin e martesës. Mateo ka treguar që Brikenën e do me shpirt dhe nuk ka ndërtuar një lidhje në kuadër të interesit të lojës, ashtu siç edhe mund të perceptohet jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Domethënë Mateo dje ka folur aq pastër me veten, saqë me luftën e hapur, me dashurinë e publikut, me pozitivitetin që i dha publiku, Mateo arriti që të merr fitoren ashtu siç Mateo e ndjen. Unë mendoj që ky djalë me këmbë në tokë, ky djalë me një komunikim të pastër që ka me krijuesin, duhet vlerësuar jo vetëm në Big Brother, por edhe në jetën e përditshme, sepse djemtë e këtillë ne na duan. Domethënë është fiksa ideali që të gjithë nënat shqiptare e duan dhe e dashurojnë.